ta shuaj këtë debat, do me thënë t'i hedhi pak ujë sa të shuhet për të kaluar zgjedhjet lokale, apo i intereson t'i hynë themel gjës? Se në qofse e bën një zgjedhjet lokale ikën, po do vinë përgjithshme, aty janë thëngjitë ndezur, si do t'ja bëj? Gjithmonë përsa ka pas grupe, siç ka pas PT-ja ku ka qenë pushtet, ka dhe sot në opozitë, kështu që kryetari duhet menaxhoj grupet, domethënë që janë rrymat që kanë, edhe ekopolitika është gjë ama natyrshme në një parti politike. Të kesh ego për të shkosh më lart, por do ta mbështesësh egoja e tyre është vetëm për qëndyshe. Duhet ta mbështesësh, po duhet të guxojnë, se kemi belat madhe, në të dy partitë kemi ego me qëndyshi, nuk është ky problemi. Pra, që don një gjë më të madhe, domethënë, që don ajo gara e fortë, domethënë për të shkuar më tej ose për të imponuar, për të patur një ide brenda për ta përmirësuar aty forcën politike ku je. Është e kuptueshme në mazhorancë të ketë mund të kujdeses se sa në opozitë, kurse në opozitë, prandaj në opozitë, domethënë partitë në demokraci kur kalojnë në opozitë shëndohen, përmirësohen, gjejnë rrugë për të ndryshuar strategji me qytetarët, gjejnë rrugë tjera për të ofruar atyre, gjejnë rrugë tjera për të pranuar gabimet e veta, gjejnë rrugë që ka gjetur PD-ja? Fatkeqësisht, domethënë rikthimi i Berishës, domethënë i mbyllën me premtimet të cilat nuk i mbajti. Dhe sot Berisha po vuan premtimet që bëri në stadium, domethënë, në dhjetorin domethënë e 21-shit, kur premtoi do bëj bashkë opozitën, do rrëzoj Ramën pavarësisht se nuk tha që domethënë me vjet apo jo zgjedhjet. Po tha, domethënë do rrëzoj Ramën, nuk do ta lë të më vjedhë votat siç bëri me Bashkën. Do respektoj primaret, do iqet në krata edhe Neni Basha. Neni Basha që e deklaroi me aq buj në brenda stadiumit. Me zgjedhjet ikën kryetari. Tani kur janë këto njerëzit të reagojnë, sepse ke thënë disa nga këto gjëra të cilat nuk i ke mbajtur. Ti mund të jesh justifikime pafund dhe thuash, por nuk është se nuk e njihnin 2021-shin Ramën. Nuk e njoftën në maj 2025. Në zgjedhjet e maj 2025. E ke njohur më parë. Ke larguar paraardhësin tënd sepse ke thënë që nuk mbrojti votën. Po ti si e mbrojti votën? A është thjesht do bësh ca libri i zi, domethënë ku ndryshon? Ke patur në 2021-shin, ke patur tani. Cila gjë e ndryshoi realitetin? Ke të mungojnë votat më shumë se sa në 2021-shin. Pra, një mungesë llogaridhënie. Unë arrit të kuptoj domethënë ndonjëherë heshtjen, megjithëse nuk jam dakord në mazhorancë. Po në opozitë çfarë i bën këta njerëz të heshtin? Çfarë i bën ta njerëz që bashkëpunojnë me Berishën që të heshtin, që nuk i thon atit, a e mund të kundërshtarin? Se kjo është pyetja pra që duhet bëj. Po ndoshta tentuan dhe u zhdukën ata që dolën jashtë partisë e pan, që në këtë situatë politike që është Shqipëria, me kaq territor politik sa ka, po dole jashtë partive të mëdha humbet. Nuk e më tretesh. Një parti politike që nuk organizohet dhe nuk ka tendencë të vijë në pushtet, kthehet në subjekt ekonomik. Pra mund të pasurojë njerëz të vet, por nuk është se domethënë bën ndryshimin dhe kjo është e trisht për mua. Një subjekt politik ka synim pushtetin, duhet mundi kundërshtarin politik. Nuk kanë nevojë me mund të kundërshtaret brenda partisë. Ja i mundi këta. Puna është që a e mund dot kundërshtarin tënd politik dhe prandaj krejor opozitësh në shumë vende demokratike ikin kur humbin një palëzjedhje, jo se janë gabim. Po narrativa atyre nuk ka ecur. Vjen një tjetër që ka energji tjera, që ka nevojë që t'i bëjë njerëzit sepse ky ndryshim është i fortë, domethënë. Tani nëse Berisha thotë sa të jam gjallë do jem këtu. Sa njerëz dekurajon aty? Sepse dekurajon garën. Dhe çdo lloj gare që kur dekorohet gara, vetë partia bën në një statu quo, domethënë të trisht në këtë pikë. Çfarë prodhojnë zgjedhjet e të shtunës që vjen? Se të shtunën që vjen, Partia Demokratike ka zgjedhje për kryetarin. Çfarë prodhojnë këto zgjedhje i vetëm në garë zoti Berisha? Ka një paqartësi ligjore, po unë nuk besoj se do të ketë një kauzë për zonjën Mereme, e cila e çoi. Edhe po ta marrë, po për mua jetën e një partie politike s'mund ta rregullojë gjykata. Dhe s'duhet ta rregullojë gjykata. Ne pam edhe çështjen e gjyqit, që u zvarrit në mënyrë përfundimtare vula. Prap, domethënë, ka këtë betejë. Nëse do vazhdojë dhe betejë tjetër, kjo do ishte katastrofë për Partinë Demokratike. Nëse do kishim prap një betejë ligjore, domethënë të kësaj. Tani jemi në situatë qesharake sepse partia duhet ta zgjidhë vetë. Nuk mundet më një koncept demokratik, një parti politike ta rregullojë një vendim gjykate. Është sot për shembull, edhe po t'i japësh vulën Lulzim Bashës, nuk ka vlerë sepse partia janë njerëzit dhe nëse ti Berisha ja ka heq njerëzit Lulzim Bashës, domethënë partia me ajo vula mund të ketë një dekorim për pjesën PD-s
Dhe është një çështje morale, por nuk është më çështje politike. Në këtë pikë. Siç mund të igjet për shembull, dhe po të heqësh në ngratën sot Sali Berishës, e ka kryer dëmin e vet, domethënë dhe nuk i vlen më. Do ishte bonus për demokratët nëse hiqej në ngrata? Do ishte një lloj bonusi, do ishte një lloj riorganizimi, por prapë ka kryer atë dëmin sepse prandaj njerëzit nuk ikin nëse janë fajtor apo jo. Asnjë nuk po i thot Sali Berishës je apo nuk je fajtor. Thjesht kur ka procese të tilla për mos janë ngarkuar partisë tënde politike, hap krahun dhe i lën një drejtim tjetër që ngarkesat e tua mos ta marrin partia, mos ta marrin demokratët, mos ta marrin ato votuesit e tu, domethënë që besojnë këtë gjë dhe unë mendoj që kjo e ka dëmtuar shumë. Edhe ideja që sot Berisha nuk ka kontakte. Domethënë dhe për më tepër gjithë kontaktet ndërkombëtare janë ose me bardhën ose me tabakun dhe nuk takojnë Berishën. Mungesa e tij në këto kancelarit, mungesa në takime sepse këtu ka qenë traditë, ti edhe unë mbaj mend që kushdo që vinte nga tuaj tu, domethënë takonte, siç takonte kryeministit, takonte liderin e opozitës. Po, patjetër. Dhe kjo mungesë e madhe, domethënë e ka dëmtuar Partinë Demokratike. Do thuash ti që unë në ti përkasim ides që këtë vend do ta bëjnë shqiptarët, por ne jemi një vend ku ndërkombëtarët kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm, ku kanë efektin e vet të jashtëzakonshëm, ku mbështetja atyre ka qenë fundamentale për ne. Domethënë qoftë edhe duke mbështetur për shembull reformën drejtësisë, shtetin ligjor, gjitha këto. Dhe kështu që një opozitë e ka jetike edhe më jetike që të bëjë, sidomos një opozitë si sot që nuk ka as vota në kuvend që ti imponohet mazhorancës. Dhe ndërkombëtarët do të kishte aleatin e vetëm dhe institucionet ndërkombëtare edhe SPAK-un do të kishte, por SPAK-un e ka sulmuar. Me ndërkombëtarët nuk takohet. Në mazhorancës nuk i imponohet. Fjalimi politik në kuvend nuk ka. Ne kemi dëgjuar që shkojnë aty domethënë, e zë podiumin Sali Berisha, grinden pastaj ata dhe si nuk kupton, a ka në PD njerëz që mbajnë fjalime politike? Mungesa e një perspektive politike, sepse njerëzit janë lodhur dhe duke përmendur emra për afera etj. Njerëzit janë lodhur. Kjo është një punë e SPAK-ut, e drejtësisë, kush është për interes për kronikën e zeza, faqen e SPAK-ut, i lexon gjithase e përditësojnë ata çdo ditë sa herë ndodh diçka. Nuk e rregullon peshorja politikën. Nuk e rregullon peshorja politikën. Siç nuk rregullon një parti politike, nuk e rregullon politikën. Nëse ne do heqim emrat që përmend njëra palë kundrejt tjetrës të përfshirë në afera etj. Çfarë politike po prodhon politika dhe në çfarë pikë është politika jonë? Dhe nëse këto dy forca të mëdha politike janë në pikën kritike, jo të vdekjes, po në pikën kritike, ku njëra rrezikon të bëhet pasok, nëse do të vazhdoj, dhe tjetra rrezikon të kurret mbas zgjedhjeve me një kryetar, a ka këtu ajër për një forcë tjetër? Çfarë po ndodh me njerëzit, me besimin, me votuesin, se vakum politik s'mund ketë, por çfarë si e sheh? Do vi, mund vi, nuk është se do shumë kohë. Magjari për 2 vjet ishte. Pritur Godon edhe. Magjari për 2 vjet ishte. Po kishte kauzat forta, doli i qartë. Meloni 4% ishte kur para se fitonte zgjedhjet. Po, e vërtetë është. Tsipras kështu ndodhi në Greqi. Pra, nuk është se nuk ndryshon politika. Çështja është që Le Peni përjashtoi teatrin sa u bë kryetare e partisë. Po pra, në Frontin Nacional, po. Siç thot një nga studiuesit më të mëdhenj të politikës, Ivan Krastevi, thotë që sot politika më shumë investon tek mosbesimi. Dhe mosbesimi dekurajon njerëzit. Por në momentin që njerëzit janë mosbesues, fiton ai që është në pushtet. Kështu që në këtë rast opozita e ka domethënë ato peshën më të madhe kur ka kaq mosbesim dhe ajo vetë vazhdon të jetë e pabesueshme, e ka peshën më të madhe, sepse në momentin që janë mosbesues, njerëzit e kanë vështirë të dallojnë se për çfarë do ndryshojnë. Kështu as nuk dalin për ta ndryshuar. Prandaj do një raport krejt tjetër në konceptin e besimit dhe kur ka kaq shumë mosbesim ti do të gjesh të gjitha urat që të kthehesh në një forcë, në instrument në duart e qytetarëve që ata të besojnë që ti je ajo e besueshmja. Nëse nuk e bën këtë, duke pas